Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Edhe më tej autori Kuduria Allah e pas me shëruar vazhdon të flasë për hajdhin, ciklin mujor dhe për meselet e cilat ndërlidhen me këtë temë. Jashtë zakonisht të ndërlikuar për shumë kënd, por në anën tjetër shumë të rëndësishme për ibadetet, adhurimet dhe për shumë çështje tjera të jetës së saj. Dhe në mënyrë indirekte edhe të jetës së burrit të saj. Thot autori në vazhdim, wa damu al-istihadati, dhe gjaku i istihadas e ka për qëllim çrregullimet. Deri tani foli për gjakun në rregullt, respektivisht ciklin mujor, i cili nëse vije e pezëllon nga shumë gjëra që janë cekur më herët, apo nga disa gjëra, për me se thonë shumë, se agjerime, namazi, hyrja në xhami, kontaktin tim, leximi i Kuranit, e kështu me radhë. Por ka gjakra të tjerë, të cilët tani pse janë gjak, në ngjyrë njëjtë, por mund të përbërë njëjtë, por në hukum dispozit ndryshon. Istihada, çka është istihada? Çrregullim. Kë thot, wa damu al-istihada, gjaku i istihadas. Huwa ma tarahu al-mar'atu aqall min 3 أيام أو أكثر من 10 أيام. Gjakun të cilin e sheh femra. Në më pak se 3 ditë dhe në më shumë se 10 ditë. Kjo ndërlidhet me meselën e kaluar. Minimumi i ciklit mujor është 3 ditë. E tani çka nëse është 2 ditë? Nëse është i që në ka cikl mujor, e çka nëse është 2, është istihada, çrregullim. Maksimumi 10 ditë, e çka nëse është 11 ditë, është çrregullim. 10 ditë është cikl, po zot më shumë është çrregullim. Tash qatë pjesë që është çrregullim që atje, qatë gjak, po e kthen këtu dhe po flet për të prapë. Edhe po thot, istihada, çrregullim, është atë që shef gruaja, femra, po ma tarahu al-mar'atu, ke gjak, çfarë do ngjyre, çfarë do s'është më rëndësi, çat lëngë që shet që do pi trupit saj, në më pak se 3 ditë dhe në më shumë se 10 ditë. Këtu hyn edhe gjaku të cilin e shef gruaja gjatë shtatzanisë. Anë pse ke larg se ka cek këtu, po cek më vonë. Këtu hyn edhe gjaku që e shef gruaja gjatë shtatzanisë. Këtu hyn edhe gjaku që e shef gruaja mase të futet në periudhën e menopauzës. Plakët, vjetrohet. Nuk lind më, ndërpriten të përmëshme të sajnë. Por nga njëherë është gjak. Gjaku i saj, gjaku i grua shtatzan, gjaku i cili është dërë mbi 10 ditë, gjaku i cili është më pak se 3 ditë. Krejt kë e ka një dispozit, një hukum, që quhet çrregullim, klapa, istihada në terminologjinë e fikut. E tani çfarë dohet bëhet me te? Thot, fa hukmuhu
hukmi I tina, dispozita e tina, është hukmu rrafet dajmë, si kurse gjakderdhja nga hundë, kur rrjedhin në stavdykën e rrjedhin hundë gjak. Ka marrë shambull. E që do të thotë, la jemna o saum, wala sala, wala lvat. Nuk e ndalën një gjakderdhje e tillë agjerimin, e as namazin, e as kontaktin e tim. Kjo dhe gjaku nuk e pengon femrën në as një ibadet. Krejt ato që kënë të ndaluara më lartë, që I ceku gjatë ciklit mujor, këtu pezullohen të gjitha. Pastaj vazhdon e thot: وإذا زاد الدم على 10 أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة. Nëse gjaku I dalur nga femra vazhdon mbi 10 ditë. Vazhdon mbi 10 ditë. 10 ditë është maksimumi, por gjakderdhja nuk po nalet. Po vazhdon. وللمرأة عادة معروفة. E gruaja e ka një traditë të njohur të caktuar, të njohur për te. Që zakonisht është 6 ditë, 7 ditë, 8. Pra, tradita e saj ta za me 7 ditë, 8. Kësaj radhe shkej deri në 9 nuk ka nalë, deri në 10 nuk ka ndërprej. Po të ndërpritet deri në 10 ditë, është në rregull. Është cikël mujor. Po mund të thotë, po unë më herët I kam pas ka 6-7 ditë, ose 8 kësaj radhe, ose gjatë o bë 10. Po. Normal kjo po. Nuk është kusht me ardhë gjithmonë I njëjtë, në periudhë të njëjtë. As në kohë të njëjtë. Mundet me ndryshu tradita. Nga 8 ditë, kësaj radhe bërë 10 ditë. Dhe në rregull I. Por problemi qëndron nëse zgjatet me 10 ditë dhe ka traditën 8 ditë ose 7. Për ata thot, nëse vazhdon cikli mujor, mos të ndërpritet deri në 10 ditë, por kalon 10 ditëshin, dhe ai e ka një kohë të caktuar, të njohur, një traditë të caktuar, një kohë, traditë, 7 ditë, 8 ditë, atëherë ai e kthehet te tradita e saj, na? Wa ma zada la dhalika fa huwa istihadha, e çka çtohet mbi traditën e saj është istihadha. Gjak, është rregullim, që I bie kjo. Kjo I bie se nëse tradita e saj ka qenë 7 ditë, tham, nëse nalet në 9 ditë, ose në 10 ditë, që ka ndryshu tradita, në rregulla, konsiderohet cikël mujor. Po nëse vazhdon mbi 10 ditë, dhe kjo traditën e ka 7 ditë, atëherë kjo kthehet më rapa, të 7-shi, nëse 8-shi, sa ka traditën e saj. Dhe thot, në 8 ditë, deri në 8 ditë pas ka qenë cikël. Mbi 8 ditë që rregullim. Andaj, dohet mi bë kaza këtu 2 ditë apo 3 ditë. Ndërsa tjera të ardhmen, dohet me pastru me njëherë që cikët është tash, dhe me fillu me falë namazin. Dohet mi bë kaza. Pra nga njëherë, femra si duhet mi bë kaza 2-3 ditë. Nëse gjaku I cili e kaloi
traditën e saj nuk o nalë 10 ditë, por vazhdojnë 11, 12, 13, 14, vakia me ditë, vazhdojnë me javë dhe dëtërohet doshta me shku të mjeku me kërkue ndihmën e ginekologës. S'ka logjik themi se cikli mujor i sajnë tash jo zgjatë në 2 javë, 2 muje. Jo, e kthehet traditën e saj. E kje që shkej më shumë, kjo pas ka qenë që rregullim, por kjo nuk për 2 javë 3. Në momentin që e ka lej 10 që nuk ka nalë, kjo nalet edhe thotë. Përderisa nuk ka nalë 10 ditë, pas ka qenë që rregullim, on traditën e kam 8 ditë, atër më këthena të 8 Po që shmë këthi të 8 të 8 që këthesh, deri këtu e ke pas pëzëlluar namazën. Prej 8 që të nkitan, e ke të obligim namazën, për si më falë, e bërë kaza. Të mbeten kaza, këto 2 ditë, apo 3, ditë e 8, ditë e 9, edhe ditën e 10 ashkur. Kur falesh, po kur e kupton që s'pa nale, hynë në 11, s'pa nalen, i falë kaza. I bën kaza këto namazën. Nëse nalën 10, nuk i bën kaza. Nëse vazhdon kthesh traditën tënde. Mirë. Vazhdon e thotë. وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضتها 10 أيام من كل شهر والباقي استحاضة. Mund të ndodh rrallë, por ndodh. Me momentin që vajza e vogël futet në moshën madhore, e që nënkupton i vije cikli mujor, ai cikël mu apo ai gjak nuk i nalet. Vazhden me rrjedh. Dhe ai mund të jetë me vite e pa pastërt. Ndoshta ta jetën, ndoshta këtë kohë falë zhvillimit mjekësisë, ndoshta, edhe mjekohet, shërohet. Por, ka mundësi një kohë gjatë, ajo kur nuk është e pastërt. Dhe tash këtu ka mja majtë. Kjo që e ka mësu që cikli mujor që në ka 3 dhe 10, po këtu 30 s'pa nalen heqe, pase kur ja fillen i ciklin mujor, ku me dit, ku me kap, ku me vendos, ciklin cilë e dit që ka me ba. Qysh më gjinë këtë rast? Thot, vajza apo femra e cila posa ka hyje në moshën madhore, ka hyje si istihada me qërgullim dhe më si ka nalë gjaku, sepse s'po nalet, dhe më thonë, ka qërgullim, ka defekt, 10 ditë që i parë i sajna konsiderohet cikël mujor për qatë muj, 10 ditë që i parë i muj tjetër, 10 ditë që i parë i muj të tretë, të 4, 5, dhe kështu me radhë, për çdo muaj nga 10 ditë në këtë saktuar, e konsideron vetën se është me hajzë në cikël mujor, ndërsa 20 ditë të tjera është vetëm istihada ka qërgullim. Pra aja ja vendon vetës një kufi. Tash me ndihmen e nanës a kushem sen ata, nëse se din vetë, edhe këtë periud, aja ka qenë të falë namaz, për momentin e erdhi gjaku, edhe thët s'pa falë nanës sepse filloj gjakderdhja, mirë, s'pa nalet në 3, në 7, në 8, në 10, shkon, vazhduan ditët. Edhe thët, nanave të ndalët të 10 shkë. Nisa falet ashe i bijë, se s'bënë shku me 10. Për gjakë s'nalet. As mujnë tjetër, as tjetër. Pas 20 dite, pauze, pejtë parës, ja fillën dytin. Tash fillën prapë, pra i bije 10 ditë gjakderdhje, 20 ditë e pastërt, 10 gjakderdhje, 20 ditë e pastërt, e pastërt kuptim që ka mundësi me falë namaz. Gjakderdhjen kuptim që konsiderohet cikël mujor. Dhe kështu me radhë vazhdon ajo deri sa të shërohet, apo deri sa dëni madh i Allah.
Pastaj, në vazhdim, thot autori, wal mustahadatu, wa man bihi salasal bawli, wal ra'af ad-da'i, wal jirhu alladhi la yarqa. Çfarë të bëj? Qysh të falet ke grua e cila ka çrregullime, femra e cila ka çrregullime. Pra, çka gjak që thamë çrregullim nuk është cikël ujor. Apo ai I cili rrjedh urinon pa ndërprer, ta shkaloj edhe në një mesele tjetër që ndëlidhet me te, dhe përmbledh kallabllak mesele, që në shumë të rëndësishme. Gruaja e cila ka çrregullime apo vajza që ka çrregullime dhe kuptuam kur quhet çrregullim. Personi I cili s'mund mban urinën pikon, apo në kocodët në spital ato farë rrjedhet me ato farë gypat, ku urinojnë ka 2 ditë, 3 ditë, një javë, një muj, deri sa të shërohet, apo ndoshta deri sa të des. Tamam? O rrafu dajmi gjakderdhja pa ndërprej del pe hunës e rrjedh gjak. Sa do pak. Kryesorja rrjedh, del sa do pak. E prisha nëse lëviz pe vendit vetë e prish, këto avdesin. Kemi të cekë fillim atje. Wal jirhu alladhi la yarqa. Po edhe varra, plaga cila nuk po thahet, nuk po terë, nuk po nalet, ka plagë që nuk nalet, nuk thahet. E kjo ma shumë shfaqet tek personat të cilët e kanë smundjen e diabetit, sheqerit. Nuk e nalet gjakun, nëse prind dikun, nëse vran dikun, ka problem, varra me ju trash, me ju tha. Se kur thahet, nuk rrjedh gjak më, ta I dalë mesele tjetër atje t'jush me la, për avdes është mesele avdesit atje. Këto mesele të hajzit, këto mesele të çrregullimeve, është mi thamë më nalë gjaku, po edhe me lidh me fash gjaku del. Pra, plaga cila nuk nalet rrjedh gjak. Krejt këta persona, këtu se ka cek për këtu futet edhe personi I cili nuk mundi man gazrat. Pra, nëse I del një personit, grua burr, nga trupi I tij apo I saj, çdo gjë që e prish abdestin pa kontroll. Se kanë kontroll. Nuk është kusht non-stop me rrjedh pa ndërprer, por nuk mund e mban vetveta si namaz me fal të pastërt. Nuk e kanë në kontroll. Merr abdes, ja nis me fal namaz, rrjedh gjak, dul gazi. Dulën gazrat, ose pikaj urin atje, ose se ka nën kontroll. Këta njerëz me la namazin, ja, ma nuk diskutohet e punë. E çka me bo me ta? Thot, këta persona, yatawaddauna li waqti kulli salatin. Këta do të marrë abdes për çdo kohë namaz. Këta do të me marrë abdes për çdo kohë namaz. Kaq. Feyusallune bidhalika al-wudu fi al-waqti ma sha'u min al-fara'id wan-nawafil. Hyni koha sabahut, këtu futen edhe femrat të cilat kanë sekrecione, rrjedhje të sekrecione pa ndërprer. Tha çdo gjë e cila prish namazin. E ceka këta se më kujtu tani dhe kanë problem vajzat shumë me te. Dohet me marrë abdes kur hyn koha namazit. Për çdo namaz me marrë abdes. Jo sikur se ne të tjerë të kumën e abdes kem drejt me falë 5 kohë namaz. Ndash edhe 10 nëse nuk e prish abdesin. Pejgamberi ka falë 5 kohë namaz në ditën e shtërimit të Mekës. Dhe Omeri ka thënë ja Rasulullah diçka ndryshoi, nuk morr abdes. Tha amdan fa'altuhu ya Umar, nuk morr abdes për këtë namaz, pa qëllimisht e bëna. Për me tregu Imetit, sa I praktika e tij është ernek është sunnet, hiç pa fol, praktika e tij është sunnet. Për me tregu Imetit se nuk është kush më marr abdes për çdo namaz. Me jam në namaz për sa të dush vakte. Sa të dush. Po ky dhe këta nuk munden.
Ja, këta do të marrë abdes për çdo namaz. Pas se të hynë koha. Mbrana kësaj kohe, falin farzën e kohës, falin nafile, e lexojnë Kur'an, krejt ibadetet i kryjnë normal. Çdo gjë e kryjnë normal. Asgjë nuk i pengon. Apo nuk pengon për asgjë. Por, fa idha kharaja al-waqtu batala wudu'uhum wa kana alayhim istinaf al-wudu'i lis-salati ukhra. Me momentin që përfundon koha namazit, murë abdes në drek, deri në azan të qindis, ka abdes, nëse se ka prish për diçka tjetër. Andaj lexon Kur'an, fal namazë, farzë, nafile, këtë bën. Me momentin që thirrri ezani qindis, hini qindi abdesi, vetë bëm o prish. Dhe s'mundet më fal namazin tjetër me këtë abdes. Për ata thot, merr abdesin për namazin tjetër. Wa kana alayhim istinaf al-wudu'i lis-salatin ukhra, obligohen me marrë abdes për namazin tjetër. Edhe një mesele që është të rëndësishme për punën e vajzës apo femrës, përgjithësi dhe me cikël mujor, e që këta autore se ka cek, por është të rëndësishme me ditë. Nëse ka mundësi vajza apo gruaja me nxanë fillimin e kohës së namazit e pastërt, por pastaj vjegjake, e ka mundësi me nxanë fundin e namazit e pastërt, por pastaj me nxanë gjaku, me ardhë gjaku. Çka me bën në këtë kohë? Në që i bije. Ka hi koha sabahat. Nëse tani jemi në kohë sabahat. Edhe ajo është e pastërt. Mirë. Por kur shkon me marrë abdes tash, e shef se i pas ka ardhur cikli mujor. Çka ndodhi këtu? Në pjesë të kohës sabahat e nxanit pastërt. Por një pjesë tjetër e erdhi gjaku. E kur t'i vjen gjaku, kjo s'e falet. Kjo e qartë dhe që të parathu, çka do të me bëj me te? A konsiderohet se e ka lënë namazet, do të me kompenzu? Jo. Jo. Sepse namazin i sajna fillon edhe i secilit me fillimin e kohës, mbaron në fund kohës. Kjo nuk e ka neglizhu namazin. Kjo se ka farz me fal namazin të hem. Andaj bie namazi. Kjo është me rëndësi. Se ka për obligim me bë kaza. Mirë. Po në të kundërtën, nëse nxan fundin e namazit, e pastërt. Për shembull, pak para akşamit është pastru. Por derisa të lahet, pastrohet, edhe të bëhet gati për namaz, i qinia shkaj, e ka nxanë një pjesë të fonit të pastërt, s'mujti më fali iki. Në këtë rast e ka obligim bë kaza. Mba në mend këtë mesele, se ju ndodhë shpesh në rame. I vijet cikli mujor, një është e pastërt në fillim të namazit, i vijet gjatë asaj periudhët të kohës namazit, por kjo së falë. Tash po do më falë, e sheh vetën se pas ka ardhur gjaku. Po më herët s'pata. Ky namaz bie, se ka obligim kaza. Tek pastërtia atje pastrohet brenda një kohës e namazit. Nëse ka kohë me u pastru, me marë, me la, me falë, aje bën atohen. Por mesela është nëse sën falmet, sepse kalën koha, është shumë afër koha tjetër, veçanti për para ka qenë me probleme, do të me marrë ujtë, me nxe ujtë, me shku ndoshta gjysore, deri sa ala një motër, dhe vje koha tjetër, le të vjen, ka obligim, kësajnë mbetet kaza, kë namaz. Në rastin e parë se mbetet kaza, në rastin e dytë mbetet kaza.
Por me këtë mesele ndërlidhet e një mesele tjetër, thjesht e vogël, e që jena në muajin Ramazan. Nëse ndërpritet cikli mujor, para se me fillu koha e sabahut, para imsakut, pas mund të lahet, s'mund pastrohet, derisa të hënë agjerimi. Të hënë sabahut që hynë agjerimi, në fakt. Derisa të hënë sabahut e që hynë agjerimi. Pra, nëzani agjerimi të pa pastërt. Ndërprej, por nuk ka la, s'ka dert, mërë pastrohet, mas të fyrit, mas e sabahu, mërë nësime nëzanë kohën e sabahut. Mërë nësime nëzanë kohën e sabahut. Por mirë, po nëse i ndërpritet cikli mujor, pas se ka hyjë mësaku. Qoftë edhe për 5 minuta. Ajet ditë nuk i njihet. Dohet me bo kaza. Sikurse nëse i vijet cikli në fund ditës 5 minuta para iftarit. Ka gjeru tanë ditën e shkreta. Ama, e i rrët cikli mujor para iftarit. I aprishi. Dohet me bo kaza. Allahu është i mëshirshëm, nuk i privan për i sevapet e shpërblimit e, sepse ne i dimi si musliman që robi, edhe nëse nuk arrin një punë të hajrit që dënë me ba, vetë fakti që është përpjek, Zotë është shpërblen. Por, në po flasim të për sevap për shpërblim, por për ditë të agjerimit, që është ditë të agjerimit, sevap për shpërblim është në veti. Këto është mesele për ditë të agjerimit, dohet me bo kaza qatë ditë. Wallahu alem. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum.